Ne nga kandidati cilin e kemi zgjedhur në komunën e Vrapçishit presim që të ketë rezultat pozitiv, sepse qytetarët kërkojnë në një qeverisje lokale funksionale dhe nuk kërkojnë përplasje politike. Dhe ne pikërisht këtë kemi bërë, ashtu siç kemi bërë edhe në komunën e Gostivarit, po ashtu edhe këtu pas diskutimeve të brendshme që kanë rrjedhur brenda koalicionit të Vlenit, në ankentimet të cilët i kemi bërë. Kemi pyetur qytetarët, kandidati më i përshtatshëm ishte ai dhe e kemi përkrahur si Vlen. Normalisht që në qoftë se do të gjenë, pasi që është shprehur si apo ka dalë si kandidati pavarur dhe nëse do të gjenë mbështetjen e subjekteve tjera politike, po më e rëndësishme është që të ketë mbështetjen e qytetarëve të atij vendi. Po, mirë, po keni pasur ndonjë marrëveshje pikërisht në këtë rast me zotrin Sela apo jo, si parti politike, si koalicion Vlen në këtë rast? Po e thash edhe një herë që përsëritem që ato kandidatë të cilët kanë besimin lokal që gjejnë, ne si Vlen i mbështesim. Ne kemi mbështetur edhe kandidatin e pavarur edhe në Struk, po ashtu kemi mbështetur edhe në vendet tjera, në Araçi.